Në shkollën Atë Pjetër Mëshkalla në Shkodër organizua panajiri nismave rinore kundër dhunës së bazë gjinore. Në këtë panajir u prezantuan 11 nisma inovative të hartuar nga nxënësit e shkollave të ndryshme në Shkodër, ku në fund u përzgjodh nisma më e mirë. Psikologët e organizatë e gruaja të gruaja, Suela Domnori, tha se qëllimi i këtij aktiviteti është krijimi një hapësire ku të rinjt të shprehin zërin e tyre të diskutojnë hapur problematikat e dhunës në bazë gjinore. Panajiri i nismave rinore kundër dhunës me bazë gjinore shënon dhe përmbylljen e fushatës së 16 të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Qëllimi i kësaj thirrje në fakt ishte të krijojë një hapësirë ku të dëgjohet zëri të rive dhe të kenë një mundësi për të sjellur zgjidhje të reja inovative, për të projektuar nisma të ndryshme dhe për të vepruar konkretisht. Në fakt, sot do të prezantohen 11 nisma dhe do të përzgjidhet dhe nisma më e mirë, por kjo nuk do të thotë që do të çmohet vetëm nisma e cila përzgjidhet si më e mirë, por të gjitha nismat kanë peshë dhe vlerën e tyre pasi kontribuojnë në ndryshimin dhe minimizimin e dhunës së bazë gjinore në shkollë dhe në komunitet. Për sa më shumë nisma të tilla të ketë, aq më mirë do të jetë, do të mos jenë gjithmonë të fokusuara apo të lokalizuara vetëm për gjatë 16 ditëve të aktivizmit, por për gjatë gjithë vitit. Ky aktivitet përmbyll fushatën e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës së bazë gjinore.